Hajde se so gole. Hajde helt fritt nu. Fan, det är inte bara skärmen av dig. Përshëndetje për gjithë, të dashur punëtorë të komunës, të dashur qytetarë, jemi këtu me një moment kur puna vazhdon. Jemi me një moment kur qytetarët e Lipjanit kanë vendosur që kryetari Imre Ahmeti herën e tretë pa balotazh të vazhdoj puna në komunën e Lipjanit. Faleminderit qytetarëve që e vlerësuan punën, e vlerësuan kryetarin Imre Ahmeti, urime kryetar në emër gjithë stafit, në emër gjithë komunës Lipjanit. Para teje mikrofoni, ordra. Kur ke kaq djemë të mirë me veti, kaq gratë mira, burrat mirë të Lipjanit, nuk është zor me punu. Faleminderit. Faleminderit gjithë juve, natyrisht zyrtarëve të administratës, juve qytetarë të Lipjanit që jeni këto momente me neve. Është përveç që është kënaqësi, është edhe përgjegjësi, u jam mirënjohës falënderues për gjithë angazhimet dhe kontributin tuaj. Natyrisht misioni i ynë nuk është vetëm me zhvillu zgjedhje dhe vetëm me udhëheq një komunë. Misioni ynë i shenjtë ka qenë mbetet e do të mbetet edhe tutje që të kultivojmë një kulturë, një disiplinë, një përgjegjësi dhe me dignitet të zhvillojmë edhe demokracinë. E kujtoj që Lipjani e ka dhënë provimin edhe në këtë fushë zgjedhore, duke kaluar një proces fair me disiplinë e të përgjithshëm, prandaj urime gjithë qytetarëve të Lipjanit. Konfirmimi i besueshmërisë të qytetarëve është konfirmim i punës, i angazhimit dhe i vazhdimit punës. Natyrisht që ne do të vazhdojmë njëjtë, sot do ta keni pushim, por prej nesër në orën 8:00 ju po keve në punë. Sepse na duhet me punu, na duhet me çu përpara proceset e zhvillimit të komunës tonë, dhe vetëm bashkë, vetëm duke qenë përgjithshëm, unë jam i bindur që Lipjani do ta zhvillojnë akoma më shumë. Du me falenderu të gjithë qytetarët e Lipjanit, pa dallim partije, etnie, pa dallim fshati, lokaliteti e lagje, sepse për mua gjithë qytetarët janë barabartë, fushata tash është kry, tash i qasemi punës bashkë dhe ne duhet ta lëmë këtë periudhë të fushatës si të kaluar e të merremi me tarmen tonë përbashkët. Mua kur më thërën me orë, më thanë është një koktejl, nuk e bona men që ka me folë,
Po me gjithate, pëftoj, shkojmë katë një tretë koktej, edhe njerë faleminderit gjithve, unë të marë gjithve.